Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim se si ka nisur viti 2026 duke filluar me aksidentet e deri te një rast mjaft tragjik i ndodhur në Orikum ku një burr i ka marrë jetën bashkëshortes së tij me të cilën ishte në proces divorci dhe më pas është vetë vrarë. Por çfarë po ndodh me të tilla raste dhe çfarë fshihet pas kësaj ngjarje dhe si pritet të jetë edhe 2026 në raportin mes drejtësisë dhe politikës edhe ngjarjeve të tjera. Për të folur për gjitha këto ne kemi të ftuar avokatin e njohur Ndue Pjetra. Zoti Pjetra, përshëndetje. Përshëndetje, gëzuar për shumë vjet. Gëzuar. Zoti Pjetra, si e keni parë nisjen e këtij viti, i cili duhet thënë është shoqëruar me aksidente të rënda, me vdekje, por edhe me një rast mjaft tragjik, siç ishte ai Orikumit i ditës sotme, ku një burr i ka marrë jetën bashkëshortes së tij dhe më pas është vetë vrarë. Në çdo vend të botës ndodhin këto, por në Shqipëri nuk ka se ndodhin më pak ose më shumë, por bëhet menjëherë mediatike, aksidenti, ngjarja, është më sensibel situata. Por nëse mendojmë që a ka ndonjë mundësi pa analimit të këtyre, është e vështirë për faktin se nuk ke asnjë mundësi dhe nuk ka askush as shteti, askush që ta paranaloj një gjë që është e nisur ose e sajisur në këtë formë. Nëse flasim për aksidentet automatikisht që mundësia për të kontrollu është edhe një e keqe e ligjit, e ligjvendësve që kanë arrit dhe pretendojnë, jo se kanë arrit, që thonë me 0,00% alkool, pra, është minimumi dhe maksimumi i tyre. Çka do thotë që në gjithë shqiptarët për vitin e ri do ta pini bjerri got ose diçka. Dhe të gjithë ta shqiptarë, nëse dalin në rrugë me makinat e tyre, të gjithë duhen ndalu xhobit ose heq makina ose heq patente ose shumë gjëra të tjera. Pra, është një e ka shtërngu kes shumë, pra, sa që shpërthen vetë, nuk ka nevojë me i fut atë, si puna di një tullumbat, si e fryn dhe pastaj e shpon me herë, ose pëlset vetit. Njëjta gjë është ekonomia, njëjta gjë është halli i shqiptarëve që jetojnë në Shqipërinë këtë gjendje ekonomike kështë mjerume. Pra, nuk jep dikush një shpresë, pra, se jemi të gjithë pa shpresë dhe shpresën e gjejmë vetëm tek njëri tjetri me ngushëllimet të njëri tjetrit. Se nëse do kishim një shpresë, do jeshim të lumtur dhe do mendonim që do arrinim diçka. Ne s'kemi shpresë fare, asgjë. Nëse ai rriti pagën minimale, rriti kot pagën minimale, por para se të rriste pagën minimale, ai duhet rriste minimumi atë që është shumë e mjerume. Ai janë 30% e shqiptarëve pa punë. Nima ekonomike që janë 80.000 lekë vjeta e din shumë mirë që nuk jeton asnjë njeri. Ajo do vjedhin o do bëjnë çdo gjë të mundur për të siguru paktën bukën thatë për të qurë shtëpi. Dhe kjo nuk arsyetohet nga qeveria ose nga qeveritë, s'ka rëndësi kush, por ti rrit rrogën, çoj edhe këtë minimumin, jetim 250 euro për këta të njerëzve nevojë. Nuk e pa kush, pra, nuk i bie në mend, po të gjithë ata janë ata që krijojnë këto probleme, sepse s'kan çfarë bëjnë. Lidhur me ngjarjen e Orikumit. Ngjarja është e çuditshme në fakt. Pra, është kaq e çuditshme sa që nëse nuk ka një person i tretë, ajo ngjarje nuk zbardhet kurrë. Sepse të gjithë elementet e provave janë shuajtur. Pra nuk ka kush flet dhe nuk kanë se ku t'i marrin këto prova për të realizuar një hetim të kësaj natyre. Por diçka e çuditshme është se nuk bien nesh me veprimet, pra. Pas ngjarjes e ka marrë e ka çuar në spital. Çka do thotë që a ka qenë aksidentale kjo? Sepse nuk mundesh të arrish në një argument që unë du me të vrau. Unë që ose du me të vrau, pra unë të vrau se të lau aty. S'kam pse të shkoj me të çuar në spital me dhënimin e shpejt. Pra, mund t'ishte aksidentale. Por kësaj ngjarje i pasohet edhe një tjetër, që personi e ka qenë në spital, është largu,
dhe nuk përjashtohet mundësia që një i tretë mund ta ketë vrarë. Sepse pse do shkonte ky me vrar veten tani në kohën kur kjo ngjarje e nolli, qose ai e kishte dëshirë për t'i noll. Pra është shumë e ndërlikuar, saqë është shumë e vështirë dhe oficerët e policisë gjyqësore ne kanë të pamundur të bëjnë një zbardhje të kësaj natyre. A duhet policia dhe prokuroria që të hetojë në këtë drejtim dhe në këtë pistë që ju sapo përmendët? Patjetër që po. Patjetër. Pra, prokurori sapo të marrë informacionin, prokurori arrin në një opsion të mundur që mund të kemi edhe këtë. Pra, kur organi i akuzës, prokuroria i jep të bëj veprime oficerët e policisë gjyqësore, i arradhit të gjitha këto që po them unë. Por ka edhe një problem tjetër, që shpeshherë i fusin një menet lehtë, çam duhet mu thotë të njeh këtë çështje, të njeh këto pista dhe e mbyll çështjen thotë po vrau veten edhe më nuk pashi. Ka noll këto. Pastaj ka një element tjetër, pra që edhe të mjekësisë ligjore e shohin fare mirë, e arrin ta kuptojnë nëse vërtet jemi para vrasjes apo para vetvrasjes. Pra shumë e qartë kjo. Nuk ka, sepse kemi pas raste që personi i ka dhënë 2 pluma vetes, thonë, i ka dhënë një në zemër, pastaj një tjetër në kokë, në qafë. Po është e pamundur kjo, sepse ti kur i jep një plum vetes, pistoleta ka humbur efektin edhe forcën e mendjen për të vepruar një herë tjetër për të vrarë veten në formë tjetër. Kështu që pa mundur. Në këto raste, ju si njëri drejtësisë dhe nisur nga ngjarjet e mëparshme që keni hasur, si mendoni cilat janë ato faktorë që ndikojnë në ngjarje të tilla kaq kriminale brenda familjes dhe që duhet thonë për Shqipërinë si një vend i vogël nuk janë edhe të pakta? Tani, përveç xhelozisë, që është një faktor kyç, është gjendja ekonomike e tyre. Pra, dhe unë marr gjithmonë në këtë raste gjendjen ekonomike, sepse kjo noll, këto që nollin tani në ndrrimin e viteve, ka shumë arsye ekonomike të cilat janë të pamundura të ketë mundësi që të festojnë bashk nga gjendja ekonomike thamë. Dhe kjo është mekanizmi më i mundshëm pra që ka noll ose nollin të ngjarje. Vetëm për ndrrimin e viteve. Por mos harrojmë se vitin e kaluar kemi pas me qindra raste të kësaj natyre, jo me vrasje, po me dhunë ndaj bashkëshortes, bashkëshortit, ndaj shumë gjanave, në mënyrë që edhe kjo ka ardhur gjithmonë nga gjendja ekonomike. Pra, është më shumë e vjetshme se si mjeshme sipas raportimeve ose informacioneve që janë deri tani në Shqipëri. Në ngjarjen konkrete, a duhen par elementët e xhelozisë dhe të aspektit ekonomik, apo këto janë elemente shumë dytësore në këtë rast, sa i përket ngjarjes së sotme dhe mund të ketë një person të tretë ashtu siç thatë dhe ju pak më parë? Tani, diskutimi është gjithmonë te data 1, në aspektin të nuhatjes të krimit, veprimet ndodhin me 31 darkë ose me 1 deri në 12 të ditës. Por, data 2, 3 e me radhë, pastaj nuk i ftofen gjërat dhe nuk janë ato kushte që menohet. Megjithatë, oficerët e policisë gjyqësore mund të hetojnë një herë gjendjen ekonomike, a ka luajtur rol apo jo, sepse një informacion duhet dalin se s'ban. Siç doli një informacion nga ata të tjerë që këta i kanë qenë gati për të ndarë disa informacione që janë marrë nga bashkëfshatarët, si thonë, por nëse bie kjo pista ekonomisë, atëherë automatikisht jemi para një xhelozie, një diçka e tjetër. Zoti Pietra, të ndaremi pak te aspekti raportit të drejtësisë me politikën, teksa në 22 janar gjykata kushtetuese do të shqyrtojë në seancë të hapur çështjen e zëvendës kryeministres Berinda Balloku.
Ju si mendoni, çfarë pritet të ndodh me vet Ballukun dhe vet gjykatën kushtetuese në këtë rast? A do të ketë ajo, po themi, më saktë gjykata kushtetuese do të jetë në nivelin e institucionit që duhet të jetë sa i përket qasjes kushtetuese, apo do të lërë shtek për interpretime ashtu siç ishte në rastin e fundit? Sipas meje, sipas nuhatjes time, Po. unë kam një menim tjetër nga të gjitha ato dhe menim që mund të ketë qenë menim me marrëveshje. Gjykata kushtetuese s'ka për ta shqyrtuar këtë çështje. Menimi jem. Dhe ju mund të thoni pse nuk duhet ta shqyrtojnë. Sepse në janar, sipas menimit tim, kryeministi do ndrojë qeverinë. Dhe me ndrimin e qeverisë, pra, do të ketë lëvizje të cilat gjykimi mbetet pa themel, nuk ka çfarë të gjykojnë. Dhe në këto kushte, mendoj unë gjithmonë që nëse krijohet qeveria re dhe nuk është më zëvendës kryeministre Balluku, atëherë automatikisht ajo çështje është pa themel, nuk ka çfarë të shqyrtojnë më. Dhe kjo për mendimin tim do të ndodh në janar. A mendoni se data 22 janar do të jetë vetë pika e kthesës për vetë Belinda Ballukun, por edhe për vetë Edi Ramën? Nuk mendoj thash që do të shkojmë deri te 22 janari. Pra, veprimet që unë sapo i thash do kryhen para datës 22 janar. Dhe pra qeveria, po them unë, riformulimi i qeverisë do jetë para asaj date, çka bën pamundur diskutimin me politikën pastaj. Pra, është e pavlefshme edhe komisionet por që Edi Rama mund të lëshojë Belinda Ballukun ose Partia Socialiste që mund t'i japin të drejtë SPAK-ut, më duket diçka absurde, sepse po t'i referohemi gjitha këtyre fakteve dhe provave, derisa vetë SPAK-u kërkon të mbledh prova sa më shumë, do thotë që nuk ka provat e mjaftueshme për të kryer një veprim dhe po mundohet me çdo kusht të gjej prova derisa ka kërkuar që të implikoj edhe varësit e Belinda Ballukut, në mënyrë që duke u bërë dhe presion që nëse nuk do flisni do jeni edhe ju pjesë e këtij krimi, dhe pritet nga momenti në moment që nëse palët do arrin në këtë konkluzion që do flasin, ata s'kan çfarë me folë, sepse vetë pra provat kam thënë disa herë që nuk mundet as SPAK-u as askush të merret me vendimet kolegjale. Vendimet kolegjale janë kolegjale dhe është tjetër gjë. Nëse ti do i biesh nesh kushtetutës, bjeri se s'na lën kush. Se në Shqipëri kështu u bë. Kushtetuta ka ndrru tash 10 vjet ka ndrru 3-4 herë. A mendoni se kuvendi mund t'i heq imunitetin Belinda Ballukut dhe t'i hap rrugën më pas kërkesës së SPAK-ut për arrestimin e saj? Po në qoftë se do bin, pra edhe i herë, 83 deputet, do bien pre e provokimeve të opozitës dhe SPAK-ut, them që po. Por ata nuk kanë asnjë arsye ligjore, se mandej dalin foruzë të gjithë, nuk kanë asnjë arsye ligjore që t'i japin. Hi hetoje, nuk ta ndalon kush hetimin. Po pse ti do hetosh me te në burg, kur do arrihet konkluzioni që ajo në zëvendës kryeministre nuk do jetë. Ti çfarë dën? Ku ti fsheh provat? E kupton pra, vjen nesh me mënyrën se si për çfarë kërkojnë. Pra në momentin që të rinovohet qeveria, automatikisht SPAK-u do heq dorë dhe do vi me një kërkesë tjetër dhe me prova të tjera, sepse nuk mund thonë ma që Belinda Balluku do mi fsheh provat. E kupton? Pra do jemi në një pozicion tjetër të cilën do të diskutohet në komisionet parlamentare. Dhe për mendimin tim, nuk duhet asnjëherë që të bien pre e provokimeve të opozitës, qoftë SPAK-u, qoftë
ose pozicë, nuk ka rëndësi fare. Unë po them në aspekti sepse ata po e ngrisin. Tani, gjithë shqiptarët e kanë majtë menën, pra e ka qutë Belinda Balluku. Thu se Belinda Balluku është kryeministri e Shqipërisë, është gjithçka për Shqipërinë dhe aty e kanë menën gjithë në kuptimin e fjalës, as do me hangër, as do me pive, s'to ta arrestojnë, ta fusin burg. Se ç'a fitojnë ta njerëz, unë nuk arrit ta kuptoj me fjalë në vetveten time. Por janë njerëz në kuptimin e fjalës si shqiptari. Atë që ka thënë Mussolini në kohën e vet, ka thënë në Shqipëri o zotëri, unë nuk kam nevojë të bëj shpenzime për spiona, sepse thotë që në Shqipëri këtë që harxhoj 30% të buxhetit në shtete tjera, në Shqipëri e marr falas. Pra, këtu në Shqipëri, hetimet e Ballukut, hetimet e tjerëve i bëjnë vetë populli, i bën vetë opozita. Pra nuk ka nevojë ai Spaku që të bëjnë hetime. Vetëm verifikimin e hetimeve mund të bëjnë. Po hetimet i kanë bërë, i kanë nxjerrë sheshit gjithë. Në këtë rast është krijuar një perceptim që nëse bie Belinda Balluku mund të bjerë rrjedhimisht edhe Edi Rama. Ju si mendoni, a qëndron ky perceptim apo Edi Rama është krejt i shkputur nga Belinda Balluku? Ja pra, dolim në një pikë të përbashkët, që thuhet që do rinovohet qeveria para datës 22. Çka do thotë që çitën Rams pastaj ose atyre si historia e Belindës. Belinda do jetë thjesht po themi një deputete ose mund të jetë edhe një ministre, por nuk do jetë më kryeminist, zëvendës kryeministre. Çka do bën të mundur që bien gjitha opsionet. Pra ju thoni se do rinovohet qeveria duke vendosur emra të ri në postet ministrore nga këta që janë aktualisht. Pra në sa përqind do jetë rinovimi apo në 2-3 poste ministrore? Po tani për shefin e qytetarëve shqiptarë që e kanë menjen kundër Belinda Ballukut, një ajo që është e rëndësishme për ta, ajo është e para. Dhe ajo pastaj kur ti deputete nuk ka asnjë arsye që Spaku të kërkojnë fshehjen e provave të Belinda Ballukut se ndikon. Por vazhdo, zotëri, ban hetimet e dura, si që e duke i bë, dhe çudia më e madhe që në Shqipëri hetimet bëhen me media, pra mesazhet që dalin vetë nga prokurori i çështjes për t'i bërë publike, për të sensibilizuar popullin në këto situata që është krejtësisht e gabuar. Na si vend në botë nuk të arreston kush pa prova, por vetëm në Shqipëri të arrestojnë me të gjithë provat. Pra, kjo është mënyra e gabume e ligjvendësave shqiptare. Pra, të arrestoj herë, manet hihet gjej prova me të majtë në burg. Kjo është çudia më e madhe që duhet i ikim një herë mirë gjithë. Zoti Pietra, si e keni lexuar konferencën e fundvitit të kryeministrit Edi Rama, i cili mbrojti të gjitha aferat e tij korruptive për të cilat akuzohet, madje edhe oligarkët me të cilët mund të ketë lidhje, për cilët tha do t'i takoj sa herë të dua. Në këtë rast, Edi Rama është duke paralajmëruar një frikë konkrete për pushtetin e tij, apo është duke shtrënguar radhët, siç thatë edhe ju, që mund të shkojë drejt rinovimit të qeverisë? Kam thënë që ai regjizori i Edi Rams do t'ja ketë zili edhe Hollywoodi, sepse ai është një nga të gjitha këto veprime i ban për çu ujtë e burimi i tij. Dhe Edi Rama, nëse e keni pa në momentin e arrestimit të Erion Velia, shkapet të duart atje për Tavalin, thu se u bën nami. Pra janë gjitha finte, pra janë filma, regjizim. Pra ai regjizor thash, është i tmerrshëm i qoftë edhe për rastin konkret të intervistës fundit që thotë që ju del gjoja në mbrojtje ministrave dhe ne e dim shumë mirë se çfarë ka bën kjo qeveri, por unë gjithmonë nuk kam thënë ndonjë që mos të arrestohen këta që vjedhin e me radhë. Kam thënë respekto kodin e procedurës penale. Ti mos e kap atjetrin, vetëm kapen bazë ligjit. Nëse ti e kap në kundërshtim me kodin e procedurës penale, ai do të rrshasin dhe nuk mundesh mbot që ti ta dënosh. Si që ishte rasti i Lulzim Bash, ose e mani men, që e la një afat 2 vjeçar, dhe lekti futi në gjep Lulzim Bash, dhe pastaj qa u bëha si gjatë. Zoti Pietra, në një nga skandalet e fundit që ka dalë lidhur me pushtetin e Edi Ramës, është edhe ajoja Ergysa Gasit, i cili
kishte filmuar gjithçka në zyrën e tij, deputet, drejtor që shkonin dhe e takonin. Çfarë tregon sipas jush ky rast dhe vetë lidhja e pushtetit me krimin? Nuk përjashtot mundësia që edhe ai është kanë i detyruar që të kryej këto veprime nga një person i tretë. Pra, që do thotë që çdo veprim që bën, ma identifiko mund që unë të kam parasysh. Po ai raportonte për Edi Ramën në këtë rast. Po, raportonte për gjithë ai, por ideja është që dikush pra ja ka thonë to që të marrim informacionet e nevojshme për gjithë qeverinë, për gjithë ata që ti bashkëpunon. Dhe ai siç duket ka rreziku jetën e vet në këtë fakt, sepse nuk mund të arrish të bash regjistrimet të kësaj natyre dhe të jetosh më as nuk duhet që të ngris një problem tjetër, por që një veprim i tillë është veprim i ndaluar me fe, me çdo gjë. Zoti Pietra, ju thatë se Edi Rama pritet dhe ka gjasa që të rinovoj postet ministrore të qeverisë tij. Nisur nga kjo premisë, sa të gjatë ka jetën qeveria e kryeministrit Edi Rama, nisur edhe nga skandalet që kanë ndodhur përgjatë qeverisjes së tij? Çudia më e madhe është që edhe ata nxënësit e shkollës 9-vjeçare din ta bëjnë një llogari me dorë. Sot, a ka njeri që do të largohet nga puna me dëshirën e vet? Më thuj, a ka njeri? Sot, pra të punësuarit e tij janë pjesa më e madhe që janë në votime. Dhe këta dalin gjithmonë në votime. Votat e tyre pra janë të padiskutueshme që marrin mbi 70% të parlamentit shqiptar. Sepse janë punës. Tani a ka mekanizëm? Nuk ka. Nuk mundet askush ta zbërthej. Përveç asaj, Edi Rama fut pastaj edhe pjesë të tjera në përçarje në Partinë Demokratike, por edhe ato i ban me pagesa. Ai zotit i zbulosh të pagesa, është tjetër gjë. Por të gjithë janë klyshte, ata që janë deviju nga Partia Demokratike, janë klysh të Edi Ramës, të cilët marrin interesa ekonomike ose marrin pare për të bërë këto veprime. Pra, për çaje sundo ka qenë gjithmonë. Pra, për dashur me sundu duhet për çash. Por për çash për të marrë mbi 70%, por jo, se 70% e ka të sigurt. Sa don që të kërkojnë ta të hynë në votime, sa don e kanë 100% të fitume, sepse pjesa më e madhe dhe demokrat më të flakt të Partisë Demokratike kanë ikë nga Shqipëria. Pra, nuk vinë më, edhe ato vota që i kanë fut herën e parë, do vinin dhe për të numëruar në zotëri këto vota. Unë jam pushtet, unë i numëroj, unë i jap lekt, unë i baj këto veprime të gjitha në Shqipëri. Dhe askush nuk mundet që të arrin të më kuptojnë mund se qa numërova. Ti fut qatë dushë në kuti, ato do i numërojon. Dhe logjika të qënë që kur ke numrin më të madh të votave në Shqipëri dhe të votuesve, ti je 100% i sigurt. Dhe jo pa qëllim ka thënë, unë largohem kur duan. Tani, a janë zot ta me dzane Edi Ramën me këto gjana? Nuk kanë, ta themun që s'kanë. E vetëmja gjë mund shkojnë tek e shoqja Linda Rama. Nëse ata arrin atje, automatikisht bëhet një marrëveshje për të lënë pushtetin. Kjo është. Nuk ka mekanizëm tjetër që Edi Rama t'ia lënë pushtetin kuj. Kjo marrëveshje a parashikon krimin e një qeverie teknike dhe më pas për ta çuar vendin në zgjedhjet parakohshme? Qohë qeveri teknike, ne kemi të vërtetu me këto. Edhe i herë shkojnë në qeveri teknike, qose marrën, edhe gjithë u shiten. Po. Gjithë u shiten ata, zotëri. Qa do më thush tani? Ti do shkosh në mbledhje me qeverinë e... Ishte në rastin e marrëveshjes së 17 majit. Po. Po, s'lidhje ka, ata gjithë u shiten dhe tani dalin edhe bajnë tërë kot në për media që gjoja sikur ne kur ishim ba me namin, asë gjë s'kanë ba. Se s'le kush o zotëri. Në teritorin tim, ti që do bash?
unë të kam marrë ty këtu, po do bash çfarë thon qeveria. E vetmja gjë që e ngushton është që kryeministri bën mbledhje të vazhdueshme më të shpeshta në mënyrë që diskreditojnë ministrat që i ka marrë në qeveri nga opozita. Pra sipas jush, as krijimi i qeverie teknike nuk krijon atë precedentin e duhur për zgjedhje të lira dhe të ndershme që i ka kërkuar kaq shpesh opozita? U bani më ndershme, ndash si dush bani. Unë them që ky ka numrin e votave, numrin e votuesve në Shqipëri më të madh se sa opozita. Çka do thotë që 100 herë nuk votosh. Po opozita thotë se i bën përmes krimit, prandaj votat. Po çfarë do thonë opozita? Më thuj mua, ka ndonjë mekanizëm tjetër? Po kjo logjike më nuk dorë, unë thash një student 9 vjeçar për të bërë një kalkulim, një llogari, arrihet në këtë konkluzion, që nuk mundet të botë që t'ja marrësh pushtetin me votë. Pushteti merret duke hetuar, duke arritur në një konkluzion që mund të arrijë te kryeministri. Kryeministri t'i shet gjithë ministrat. Sot ai në rast se qeveria ajo opozita thot, nuk du asnjë nga këta ministra, ti ndron gjithë ministrat, se ka problem fare. Dhe asnjë ministër nuk mund bëjnë në kokën e vet. Më thuj mu Masanena se çfarë do bëjnë. Një punojës edhe punojësit e pastrimit qytetit, ata që janë fundit si thonë, edhe ata i kanë 2 vota për shtëpi. Llogaritë, asnjë gjë mos shiko. Zoti Pjetra, dhe i pyetje fundit, a mendoni se fundi politike e Edi Ramës do të vijë nga vetë struktura e posaçme apo nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke qenë se ai ka dhe një dosje mjaft delikate, siç është ajo e Charles McGonigal? Po t'ishte Amerika se kishte prit ka gjatë atë dosje, por megjithatë, e vetmja gjë është ajo që ka thënë dhe unë se harroj asnjëherë, që kur do me lan pushtetin e lan. Për ndryshe lodhën kot me e marë. Të gjejnë mekanizmin nëpërmjet institucioneve të Amerikës atë kujdo, që ta detyrojnë të lanë pushtetin. Nuk ka se mund të bëjnë zgjidhje tjetër. Sepse askush nuk vjen me ja fut vetes zotëri. Prandaj po them që ky e ka ngrit këtë strukturë në këtë formë. Dhe prandaj thotë që unë pushtetin do ta lëm kur duan. Sa shkret logjike. Po. Zoti Pjetra, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit juve. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.